Babai im më shkroi mesazh në orën 2 të mëngjesit. Merr motrën dhe ik. Mos I beso nënës tënde. Kështu bëra. Ishte një natë e ftohtë dhe e errët në Oslo, qyteti ku kisha kaluar gjysmën e jetës sime. Dritat e rrugëve rrallë herë shpërthenin në errësirën e natës, dhe ajri I ngrirë më dhimbte fytyrën ndërsa dilja nga ndërtesa e vogël ku banonim. Motra ime, Elina, flinte thellë në dhomën e saj. E zgjova me kujdes, duke mos bërë zhurmë që mund ta shqetësonte. Kur e ktheva kokën drejt dritares, shihja rrugën bosh, një boshllëk që dukej sikur priste çdo gjë që mund të ndodhte në orët e para të mëngjesit. Mesazhi I babait nuk kishte asnjë shpjegim. Nuk kishte asnjë fjalë për atë që e kishte nxitur ta shkruante. Ishte një urdhër I thjesht I prerë, por me një rëndësi të madhe që nuk mund ta injoroja. Ai nuk kishte bërë kurrë gjëra të tilla më parë. Babai im Alexander kishte qenë gjithmonë I qetë, I matur dhe I vendosur. Ndonjëherë duke I ftohtë, por gjithmonë I drejtë në sytë tanë. Por tani diçka ishte ndryshuar, diçka që ndodhte në sytë e tij, në mesazhet që më dërgonte fshehurazi, që më bënte të kuptoja se nuk mund të prisja më. Kur dolëm në rrugë, u ndjem sikur ishim dy hijet e vetmuara në një qytet të madh. Asnjë makinë nuk kalonte, asnjë zhurmë nuk na shoqëronte përveç hapave tanë të ngadaltë. Motra ime mbante një çantë të vogël me disa gjëra personale, një grumbull kujtimesh të vogla të jetës që kishte pasur deri më atë moment. Nuk kishte asgjë të vlefshme që mund të merrnim, përveç vlerës së jetës sonë dhe të fshehura që na ishin zbuluar në ato pak minutat kur e kuptuam se gjithçka mund të ndryshonte. Ne kishim një makinë të vjetër të babait, një Volvo gri, që dukej si e harruar nga koha. Kur mbërritëm aty, e vura re që çelësat ishin vendosur në vendin e zakonshëm, por diçka më shtyu të shija përreth, të kontrolloja rrugët, të sigurohesha që nuk kishte asnjë që na ndiqte. Kur u ulëm, makina nisi me një zhurmë të rëndë, sikur edhe ajo ndjente tensionin e natës. Ndjeva një dridhje në trup, një shqetësim të thellë që nuk mund ta shpjegoja. U nisëm drejt periferisë së qytetit, larg ndërtesave të larta dhe dritave të ndezura që mbushnin rrugët. Isha I kujdesshëm që motra ime të mos ndjehej e friksuar, por isha I vetëdijshëm se edhe ajo ndjente tensionin. Nuk kishte kuptim të ndalonim. Nuk kishte kuptim të shikonim pas. Vetëm të shkonim, të largohemi dhe të kuptonim se çfarë kishte ndodhur që babai im të dërgonte një mesazh të tillë. Rrugës përmes pyjeve dhe fushave të mbuluara me borë, kujtova fjalët e gjyshit tim, I cili më kishte thënë dikur, kur e ndjen se diçka nuk shkon, ndjek instinktin, jo fjalët. Tani e kuptoja plotësisht kuptimin e atyre fjalëve. Nuk kishte asnjë shans të riktheheshim te ajo që quhej normalitet. Nuk kishte kthim prapa. Vetëm të shkonim dhe të kërkonim të fshehurën që babai kishte mundur të zbulonte. Kur arritëm në një fshat të vogël pranë liçenit, vendosa të ndalonim. Një kabinë vjetër pritse ishte e vetmja gjë që dukej e populluar. Ndjeva një lehtësim të çuditshëm, sikur natyra e heshtur e këtij vendi po na përkrahte. Nuk kishte njerëz në rrugë, vetëm borë dhe erë të ftohtë që shkrinte çdo frikë të mundshme. Motra ime ulur pranë meje, pa folur, duke shikuar larg, duke menduar ndoshta për të njëjtin mesazh që kishte ndryshuar gjithçka. Mesazhi I babait nuk ishte fundi I historisë, por fillimi I një udhëtimi që do të na shkonte jetën në mënyra që nuk I imagjinonim. Ajo natë, e cila dukej e zakonshme dhe e heshtur, do të shënonte fillimin e një rrugtimi të gjatë për të kuptuar të vërtetën, për të kuptuar motivet e një familje të thyer nga sekretet, tradhtit dhe gënjeshtrat. Ditët që pasuan atë natë ishin një përzierje e panikut dhe kujdesit të kujdesshëm. Motra ime dhe unë gjetëm një vend të sigurt në një shtëpi të braktisur buz liçenit, një struktur prej druri që kishte qëndruar e paprekur për dekada. Borë e trash mbulonte çatin dhe oborrin, duke krijuar një heshtje të papërshkrueshme që vetëm ne e ndjenim si mbrojtje. Brenda, çdo hap I përshkallëzuar shkaktonte tinguj të hollë, të kujtonte fragilitetin e vendit. Por edhe frikën e fshehur që nuk e tregoja, e ndjeva të rritet me çdo moment që kalonte. Faleminderit mesazhit të babait, vendimi I parë ishte të mbyllnim çdo rrugë që mund të na lidhte me të tjerët. Telefoni im ishte gjithmonë I ndjekur dhe nuk e dija nëse mesazhet që do dërgoja mund të ishin të sigurt. Kështu, çdo komunikim ishte minimal dhe me shumë kujdes. Dita kalonte ngadalë, ndërsa ne qëndronim duke vëzhguar rrugët e zbrazura për ndonjë shenjë të ndjekësve ose kërcënimit të mundshëm. Në natën e tretë, kur qielli ishte I mbushur me yje që dridheshin mbi liçen, u ndjeva e detyruar të shkoja në qytet për të marrë gjëra bazike. Motra ime insistoi që të shkoja vetëm dhe unë prita të bënte gjumin e saj të thellë para se të dilja. Ushtrova në makinë dhe lëvizja përmes rrugëve të mbuluara me borë, duke ndjerë se çdo tingull I makinës tingëllonte në heshtjen e qytetit si një paralajmërim. Çdo dritare e ndezur që shikoja dukej si një vështrim I fshehur mbi mua, si dikush e dinte se kush isha dhe çfarë po bëja. Kur u ktheva me furnizimet, një ndjesë I shqetësimi më mbushi stomakun.
Ndonjë gjë ishte e ndryshme. Nuk ishte gjurmë në borë që të tregonin ndjekës të dukshëm, por një ndjesi instiktive më thoshte se nuk isha vetëm. Mora motrën dhe u futëm brenda, mbyllëm dyert dhe dritaret me kujdes, dhe vetëm atëherë ulëm të pushonim pak. Por pushimi nuk erdhi. Ishte si një peshë e padukshme që na mbante të tensionuar, një përkujdesje për të ardhmen që nuk kishte kthim prapa. Babai im, Aleksander, vazhdonte të dërgonte mesazhe në mënyrë sporadike të shkurtra të paqartë, por gjithmonë me urgjencë. Ai nuk shpjegonte, por çdo mesazh ishte një udhëzim i qartë. Largohu, mbaje motrën të sigurt, mos u besoni asnjë personi që njihni. Në një rast, ai na dërgoi koordinatat e një vendi në qytet të Berlinit, një vend ku na sugjeroi të shkonim për të gjetur ndihmë të mundshme. Nuk e dija pse, por instinkti më tha që ai e kishte testuar mundësinë që aty të gjenim diçka më të sigurt dhe më të fshehtë. U nisëm drejt Gjermanisë pa asnjë plan të qartë. Përmes trenave dhe autobusave, duke u fshehur nga njerëzit që mund të shihnin se kush ishim, lëvizja jon ishte e ngadalshme dhe e vështirë. Çdo qytet që kalonim ishte një përzierje emocionesh, gëzim për lëvizjen e suksesshme, por edhe frikë se ndokush mund të na kishte ndjekur. Kur arritëm në Berlin, gjetëm një apartament të braktisur në një rrugicë të qetë. Borë e bardhë mbulonte trotuaret dhe qyteti duke i heshtur, pothuajse i përjetshëm. Brenda apartamentit, u ulëm pranë një dritareje të madhe dhe shikuam qytetin që ishte larguar nga ne, një vend që ishte bërë i huaj dhe i panjohur, edhe pse vetëm disa orë më parë ishte i njohur. Në ditët që pasuan, kuptuam se mesazhet e babait nuk ishin thjesht paralajmërime. Ato ishin pjesë e një rrjeteje sekrete, një mistër që lidhej me të kaluarën e familjes sonë. Ai kishte zbuluar gjëra që ne nuk i dinim, një histori e mbushur me tradhti, marrëveshje të fshehta dhe rreziqe që mund të kishin shkatëruar jetën tonë, nëse nuk do të largoheshim. Çdo dokument, çdo foto dhe çdo lëvizje që babai kishte lënë pas ishte një tregues se ne nuk ishim thjesht fëmijët e zakonshëm të një familje të zakonshme. Zhvillimi i këtij udhëtimi na detyroi të rriteshim shpejt. Motra ime dhe unë u bëm të kujdesshëm me çdo hap, me çdo person që takohej, duke kuptuar se besimi ishte një luks që nuk mund të na lejohej. Përveç frikës, ndjenja e përgjegjësisë për motrën time u bë një pjesë e pandashme e jetës sime. Në Berlin, jeta jon mori një ritëm të pazakontë. Çdo ditë fillonte me kujdesin më të madh, duke planifikuar lëvizjet tona në mënyrë që të mos binim në sy të huajve. U zgjuam herët duke shikuar qytetin që duke i bukur, por i rrezikshëm në të njëjtën kohë. Dritat e hershme të mëngjesit shpërndanin një nuancë të ftohtë mbi rrugicat e zbrazura dhe ndërtesat e larta, duke na bërë të ndjehemi si dy hije që rrëshisnin pa zhurmë. Shtëpia e braktisur ku qëndronim ishte një vend i ngrohtë krahasuar me borën e jashtme. Ishte e mbushur me pluhur dhe kujtime të braktisura nga dikush që dikur kishte jetuar aty. Ne gjetëm disa sende të përkohshme për të mbijetuar, një oxhak të vogël, disa qese ushqimi që kishin mbetur nga banorët e mëparshëm dhe një depozit të vogël druri për ngrohje. Çdo gjë duke e thjesht, por për ne ishte një mburoje kundër botës jashtë. Kur u qetësuam pak, vendosa të shihja mesazhet e fundit të babait. Ai kishte lënë një listë të fshehur të vendodhjeve që mund të na ndihmonin të mbijetonim dhe të kuptonim më shumë rreth atyre që po na ndiqnin. Mes tyre kishte koordinata të saktë, emra të njerëzve që mund të ofronin mbrojtje dhe një listë të gjërave që duhej të shmangnim. Ishte e qartë se babai kishte bërë një plan shumë më të detajuar se sa ne e kishim imagjinuar, por gjithashtu kuptova se ai nuk mund të ishte pranë nesh. Ditët e para kaluan në një përzierje frike dhe zbulimi. Motra ime dhe unë filluam të lëviznim me kujdes për të mbledhur informacion. Shkollat, dyqanet dhe kafet që vizitonim ishin të gjitha vendosur në mënyrë që të mos na tërhiqnin vëmendjen. Por një ndjesi e thellë e pasigurisë nuk largohej kurrë. Për çdo person që shikonim, mendonim se mund të ishte dikush që e dinte për ne. Një mëngjes, ndërsa shëtisnim afër ish gjelbërimeve të qytetit, gjeta një libër të vjetër të lënë jashtë një dyqani të mbyllur. Kur e hapa, gjeta skica dhe shënime të koduara, të cilat dukeshin sikur lidhnin vendodhje, njerëz dhe kohë të caktuara. Nuk kuptoja gjithçka menjëherë, por instinkti më thoshte se kjo ishte pjesë e misterit që babai kishte paralajmëruar. Libri u bë një udhërfyes për ne, një vend ku mund të xhironim më shumë për të vërtetën që fshihej pas mesazhit të natës së parë. Në netët që pasuan, qëndronim zgjuar, duke përgjuar çdo tingull jashtë. Rrugët e zbrazura të Berlinit, që gjatë ditës dukeshin të zakonshme, në errësirë merrnin një tjetër karakter, i mbushur me frikë dhe mundësi të padukshme. Çdo hije, çdo tingull u bë pjesë e strategjisë sonë për të mbijetuar. Ishte një lojë e rrezikshme, dhe ne e kuptuam se vetëm zgjuarësia dhe kujdesi mund të na shpëtonin. Babai im vazhdonte të dërgonte mesazhe sporadike. Një ditë, mesazhi ishte një koordinat tjetër, kësaj radhe në Münih. Ai kishte lënë gjithashtu disa dokumente të fshehta për ne,
pasaportat e falsifikuara, disa karta identiteti dhe para të fshehura që mund të përdornin për të lëvizur pa u kapur. Çdo gjë ishte planifikuar deri në detaj, por gjithashtu çdo gjë kërkonte kuraje dhe guxim. Kur mbërritëm në Myni, kuptuam se historia e babait ishte shumë më e komplikuar se sa kemi imagjinuar. Ai nuk na kishte paralajmëruar thjesht për nënën tonë, por për një rrjet të fshehtë njerëzish që kishin pasur interesa të rrezikshme për familjen tonë. Çdo hap i mëtejshëm në udhëtimin tonë ishte një hap drejt të fshehtës, ku çdo vendodhje çdo person mund të ishte një kërcënim i fshehur. Pas ditëve në Myni, ku çdo rrugë dhe çdo ndërtesë dukej sikur fshihej diçka, babai dërgoi një mesazh tjetër. Nuk kishte shpjegime, vetëm një udhëzim, Parisi. Të fshehtët e familjes fillojnë aty. Nuk pyetëm pse apo si, thjesht ndoshëm udhëzimin. U nisëm drejt Francës me tren, duke u përpjekur të mos lëm gjurmë. Në tren, secili udhëtar që shija duke i zakonshëm, por mendja ime nuk pushonte, ndonjëri mund të na ndiqte pa e ditur, ose ndoshta dikush nga e kaluara jonë e familjes. Në Paris, qyteti i dritave dhe misterit, ndjeva një kontrast të çuditshëm. Gjatë ditës kafenet dhe rrugicat e ngushta të Marais dukeshin të qeta dhe të zakonshme, por natën qyteti transformohej. Dritat e zbeta të llambave dhe hijet e gjata të ndërtesave krijonin një ndjesi të pazakont. Atje, filluam të kuptonim se historia e familjes son nuk ishte thjesht një sekret personal, ajo ishte një histori e lidhur me njerëz të fuqishëm, marrëveshje të fshehta dhe trati që shtrieshin përtej kufive. Mes ditëve dhe netëve të para, filluam të gjenim dokumente dhe letra të fshehura të lëshuara nga një ish zyrtar i babait. Ai kishte lënë pas provat që nështronin çdo mister, shumë parash të fshehura, marrëveshje që lidhnin bizneset e familjes me persona që nuk mund t'i përmendnim me emër dhe listat e emrave që mund të përbënin kërcënim për ne. Çdo dokument ishte një pjesë e mozaikut që po përpiqeshim të kuptonim. Pasi kuptuam se udhëtimi ynë nuk ishte më thjesht për mbrojtje, por për të zbuluar të vërtetën, filluam të lëviznim edhe më fshehurazi. Motra ime, Elina, kishte marrë rolin e vëzhgueses, duke analizuar çdo detaj dhe çdo person që takonim. Ajo ishte më e kujdesshme dhe më strategjike se sa mund të prisja. Secila prej nesh po ndryshonte, duke u bërë më e fortë, më e vëmendshme dhe më e vendosur për të mbrojtur jetën dhe sekretet e familjes. Një natë, duke ecur pranë lumit Sena, u ndjem të ndjekur. Një makinë e zezë qëndronte në distancë, motori i saj i heshtur si një kërcënim i fshehur. Nuk pam asnjë person të dalë, por instinkti na tha të largoheshim. Përsëri, babai kishte qenë i drejtë, çdo lëvizje duhej të matet me kujdes, çdo vend ishte potencialisht i rrezikshëm. Nuk kishte kthim prapa, dhe secili vend që vizitonim, çdo qytet që arrinim, ishte një test i qëndrueshmërisë të zgjuarësisë tonë. Gjatë ditëve të tjera, zbuluam se nënën tonë, Karen, nuk mund të besoj thjesht si një grua që përkujdeset për familjen. Ajo kishte lidhje të fshehta me individ të fuqishëm në Francë dhe Gjermani, marrëveshje që mund të shkatërronin çdo gjë nëse nuk vepronim me kujdes. Çdo dokument që gjenim tregonin se ajo nuk ishte thjesht e larguar nga ne, por pjesë e një rrjeti më të madh interesash, ku ne ishim vetëm pjesë e një loje më të madhe. Një mëngjes, kur dielli ngjitej mbi Paris, gjetëm një apartament të braktisur që shërbente si arkiv i fshehtë. Brendësia e tij ishte e mbushur me dosje dhe letra të koduara, që dukeshin sikur i përkisnin babait dhe nënës në mënyra që nuk mund t'i kuptonim menjëherë. Mes tyre, një letër e shkrirë me mesazhe që shpjegonte pjesë të kaluarës, ku çdo veprim i nënës kishte ndikuar drejt për drejt në jetën tonë dhe në arsye që babai na kishte paralajmëruar. Çdo natë, qëndronim zgjuar duke lexuar dhe analizuar këto dokumente. Çdo shenjë, çdo kod, çdo emër ishte një copës e mozaikut që na ndihmonte të kuptonim më shumë për të vërtetën. Mesazhi i babait nuk ishte thjesht paralajmërim, ishte një udhëfyes për të mbijetuar dhe për të zbuluar sekrete që mund të na shkatërronin jetën nëse nuk vepronim me kujdes. Pas disa javësh në Paris, ku çdo hap ishte planifikuar dhe çdo natë e kaluar duke analizuar dokumente të fshehta, u bë qartë se nuk mund të qëndronim më gjatë. Babai kishte lënë një udhëzim tjetër, Rom. Një pjesë e së kaluarës është aty. Nuk mund të shmanget. U nisëm drejt Italisë, duke përdorur rrugë të fshehta dhe identitete të falsifikuara. Motra ime dhe unë ishim bërë më të kujdesshëm, më të ndjeshëm ndaj çdo detaji, dhe secili vend i ri ishte një provë për zgjuarsinë dhe durimin tonë. Në Rom, qyteti i vjetër dhe i madh, çdo rrugicë dhe ndërtesë dukeshin si një labirint i rrezikshëm. Turistët dhe vendësit kalonin pranë nesh pa e ditur se po lëviznim në mes të një rrjeti rreziqesh. Çdo kafenet, çdo pazar mund të ishte një shënjestër. Ne nuk mund të hapnim gojen për asgjë, dhe çdo kontakt me të huaj duhet të matet me kujdes. Një natë, ndërsa shëtisnim afër Koloseumit, ndjeva një ndjekje të lehtë. Një makinë e zezë qëndronte pas një ndërtese, motori i heshtur dhe dritat e dobta të ndezura vetëm sa për të treguar praninë e saj. Nuk kishte nevojë për fjalë,
instinkti më thoshte që ishte rrezik. Motra ime dhe unë u fshem në një rrugis të ngushtë dhe ndaluam frymëmarrjen për disa sekonda, duke u përpjekur të mos bëjmë asnjë tingull. Makina qëndroi aty disa minuta dhe më pas u largua, por ndjenja e pasigurisë mbeti. Gjatë ditëve të tjera, filluam të hulumtojmë arkiva dhe biblioteka të vjetra. Mes librave dhe dokumenteve të mbuluara me pluhur, gjetëm fakte për lidhje ndërkombëtare të nënës son, lidhje që shtriheshin nga bizneset e vogla deri tek njerëz të fuqishëm me ndikim në Europë dhe më gjerë. Çdo zbulim e bëri situatën më të qartë. Ne nuk ishim vetëm viktima të fshehtë, por pjesë e një loje të madhe ku çdo gabim mund të na kushtonte jetën. Një pasdite, ndërsa shikonim dokumente në një apartament të braktisur pranë lumit Tiber, kuptuam se disa persona që kishin lidhje me nënën ishin duke na ndjekur aktivisht. Fotografi, letra dhe kode të fshehta tregonin se ata kishin njohurin mbi çdo lëvizje tonë. Ishte një alarm që nuk mund të injoronim. Filluam të planifikonim rrugët tona me kujdes, duke përdorur metro, taksi dhe rrugë të errëta për të shmangur çdo ndjekës të mundshëm. Pas disa javësh, një tjetër udhëzim i babait erdhi, vjen. Përfundimi i historisë është aty. Të fshetat e familjes do të dalin në pa. Mos u ndaloni. Nuk kishte dyshim, kjo ishte faza më kritike e udhëtimit. Vjena nuk ishte thjesht një qytet tjetër, ishte një vend ku e gjithë e kaluara e nënës dhe babait do të përballej me ne dhe me vendimet tona. Kur arritëm në Vjenë, ndjeva një ndjenjë të çuditshme. Qyteti ishte i bukur, por kishte një tension të padukshëm. U vendosëm në një apartament të braktisur në periferi, një vend i fshehtë që mund të shërbente si bazë për të hetuar dokumentet e fundit që babai kishte lënë. Çdo natë qëndronim zgjuar, duke analizuar letra, foto dhe skica të koduara që shpjegonin se si nënën tonë kishte përfshirë një rrjet ndërkombëtar. Një ditë, gjatë kërkimeve në një bibliotekë të vjetër në qendër të qytetit, gjetëm një dosje të veçantë me shënime të koduara që tregonte për marrëveshje sekrete dhe fshehësi të familjes. Aty zbuluam se nënën tonë kishin përfshirë në plane që shtriheshin deri në Londër dhe Bruksel, dhe se çdo vend ku kishim qëndruar kishte qenë pjesë e një udhe të përgatitur për të na mbrojtur dhe për të na dhënë informacion. Babai, me çdo mesazh, kishte ndjekur një strategji të fshehtë që kërkonte guxim, durim dhe zgjuarsi për të mbijetuar. Natën tjetër, ndodhi një incident që ndryshoi gjithçka. Një makinë e zezë përsëri u shfaq pranë apartamentit ton. Dritat e saj ndezeshin dhe fikeshin, duke lënë hije që dridheshin mbi murin e jashtëm. Nuk kishte kohë për të menduar. Motra ime dhe unë u fshehem në një dhomë të fshehtë që kisha gjetur brenda apartamentit. Zemrat tona rrinin fort, ndërsa dëgjonim hapin e këmbëve jashtë dhe tingujt të çuditshëm që tregonin se dikush po kërkonte diçka të fshehur. Makina qëndroi aty disa minuta dhe pastaj u largua, por pasiguria mbeti. Ne e dinim se rreziqet ishin reale dhe çdo hap i ardhshëm duhej të matet me kujdes maksimal. Ditët në Vjenë u bën më të rënda. Nuk kishte më vend për gabime. Çdo zhurmë jashtë apartamentit, çdo automjet që kalonte rrugës, na bënte të ndjeshim të pasigurt. Motra ime dhe unë kishim zhvilluar një rutinë të përditshme. Ditën mbledhnim informacion dhe dokumente, natën analizonim çdo detaj, duke u fshehur dhe duke planifikuar lëvizjet tona të ardhshme. Por ndjenja se dikush na ndiqte nuk na linte asnjë moment pushimi. Një mëngjes, një zhurmë e lehtë në korridorin jashtë apartamentit na bëri të ngrinim. Dritarja e dhomës së fshehtë qëndronte e mbyllur, por hapat që dëgjonim ishin të qarta, dikush po vinte drejt nesh. Nuk kishte dyshim, kërcënimi ishte real dhe afër. Motra ime dhe unë u fshehem më thellë, duke marrë frymë sa më lehtë të mundnim, ndërsa trupi na dridhej nga adrenalina dhe frika. Zhurma u zhduk pas disa minutash, por tensioni mbeti. Në ditët pasuese, zbuluam një dokument që ndryshoi gjithçka. Ishte një letër e nënshkruar nga dikush në rrjetin e fuqishëm, ku nënën tonë kishin përfshirë. Aty përmendej babai i ynë dhe mesazhi i tij, çdo lëvizje e tij kishte qenë pjesë e një strategjie të fshehtë për të mbrojtur ne dhe për të zbuluar të fshehtat që mund të shkatërronin jetën tonë. Çdo vend ku kishim qenë, Paris, Münih, Rom dhe Vjenë, ishte pjesë e këtij plani. Kur kuptuam këtë, filluam të lidhnim copëzat e së kaluarës. Nënën tonë kishin përfshirë në marrëveshje sekrete, marrëveshje që shtriheshin përtej kufive të Europës dhe lidhnin njerëz të fuqishëm me interesa të dyshimta. Secili dokument që gjenim tregonte një histori të ndërlikuar, tradhti, manipulim dhe rreziqe të fshehura që na kishin ndjekur që nga fëmijëria. Një pasdite, ndërsa shikonim disa letra në një dhomë të fshehtë të apartamentit, ndodhi diçka që nuk e prisnim. Një grup njerëzish u shfaq në rrugicën përballë ndërtesës, duke lëvizur me kujdes dhe duke kërkuar diçka. Instinkti na tha që nuk ishin thjesht kalimtar. Motra ime dhe unë u fshehem menjëherë, ndërsa shikueshmëria jonë ishte minimale. Ata qëndruan aty për disa minuta, duke vëzhguar ndërtesën dhe më pas u larguan. Por ndjenja e rrezikut ishte më e madhe se kurrë.
kishim hyrë në kulmin e një loje që nuk e kuptonim të plot, ku çdo vendim mund të kishte pasoja të rënda, gjatë ditëve të tjera filluam të kuptonim rolin ton real. Babai nuk kishte vepruar vetëm për të na paralajmëruar, ai kishte krijuar një rrjet mbrojtjeje, duke përdorur mesazhe, koordinata dhe dokumente të fshehta për të na drejtuar drejt së vërtetës. Çdo lëvizje e motrës dhe ime ishte pjesë e një strategjie të madhe që kërkonte guxim dhe durim maksimal. Në një moment, kuptuam se nënën tonë nuk mund ta ndalonim vetëm me fshehje, ajo ishte pjesë e një rrjeti që shtriheshin në Londër dhe Bruksel, dhe se çdo lëvizje që bënim duhet të matet me kujdes për të mos shpërthyer një krizë që mund të na vinte në rrezik të madh. Ky zbulim na bëri të vendosnim për një udhëtim të fundit, drejt Londrës, ku do të përballej e gjithë e kaluara dhe ku do të zbulojmë të fshehtat e familjes një herë për gjithmonë. Kur mbërritëm në Londër, qyteti i madh dhe i zhurmshëm duke një maskë për rreziqe që fshiheshin. Çdo rrugë, çdo kalim ishte pjesë e lojës. Në apartamentin ku qëndruam, gjetëm dokumente që zbulojnë marrëveshje të fshehta dhe lidhje ndërkombëtare të nënës. Secili letër ishte një copë mozaiku që na ndihmonte të kuptonim planin e saj dhe mënyrën se si babai kishte vepruar për të na mbrojtur. Një natë, ndodhi përballja që na ndryshoi jetën. Një grup njerëzish u përpoq të hynte në apartament. Motra ime dhe unë përdorëm çdo strategji që kishim mësuar gjatë udhëtimit, fshehje, shmangje dhe inteligjencë. Pas një kohe tensioni të madh, ata u larguan, por kjo përvojë na bëri të kuptojmë se çdo hap ishte vendimtar dhe çdo lëvizje duhet të planifikohet me kujdes maksimal. Londra nuk ishte thjesht një qytet tjetër në udhëtimin ton, ishte epiqendra e të fshehtave që na kishin ndjekur për kaq kohë. Kur mbërritëm, ndjeva menjëherë tensionin e ajrit. Çdo rrugë, çdo kalim ishte një mundësi për të zbuluar diçka që mund të na ndryshonte jetën përgjithmonë. Motra ime dhe unë kishim zhvilluar një rutinë të sofistikuar. Gjatë ditës, mbledhnim informacione dhe dokumente të fshehta, natën analizonim çdo detaj dhe planifikonim lëvizjet tona të ardhshme. Në apartamentin e fundit ku u vendosëm, gjetëm një dosje të madhe me letra dhe dokumente që tregonin lidhjet e nënës tonë me një rrjet ndërkombëtar. Ishte një përzierje marrëveshjesh financiare, shantazhi dhe manipulimi që shtrihej nga Franca në Gjermani dhe deri në Angli. Çdo copës dokumenti na bëri të kuptonim se sa e ndërlikuar ishte jeta e nënës, dhe se sa shumë babai ynë kishte vepruar fshehurazi për të na mbrojtur. Mesazhi i fundit i babait ishte më i qartë se çdo herë tjetër. Kjo është faza finale. Çdo vendim do të lërë gjurmë. Mos bëni gabime. Nuk kishte dyshim, kjo ishte përballja përfundimtare, ose do të zbulojmë të fshehtat dhe do të mbijetojmë, ose do të humbasim gjithçka. Një natë, ndërsa ishim duke analizuar dokumentet më të fundit, dëgjuam hapa jashtë apartamentit. Nuk ishte frikë e zakonshme, kjo ishte një kërcënim i qartë. Motra ime dhe unë u fshehem në dhomën e fshehtë të krijuar që në fillim, ndërsa dëgjonim çdo lëvizje të jashtme. Tingujt të makinave, fjalë të ulëta dhe hapat e njerëzve që po kërkonin diçka, çdo gjë ishte pjesë e një loje të ndërlikuar që nuk kuptonim plotësisht. Kur ata hynë në korridor, ndjehem rritjen e adrenalinës. Motra ime dhe unë përdorëm çdo strategji që kishim mësuar gjatë udhëtimit, fshehje, manipulimi hapësirës dhe durim maksimal. Pas disa minutash tensionit të pafund, ata nuk gjetën asgjë dhe u larguan, duke lënë pas një heshtje që dridhej nga rreziku i kaluar. Ishte një përvojë që na tregoi se çdo hap, çdo vendim kishte qenë etik. Pas këtij incidenti, vendosëm të përballemi direkt me të fshehtat e familjes. Zbuluam dokumente që tregonin se nënën tonë e kishim përfshirë në marrëveshje të ndaluara, të cilat mund të shkatërronin reputacionin dhe jetën tonë në çdo vend ku kishim qëndruar. Por po ashtu, dokumentet tregonin se babai kishte vepruar me një plan të hollësishëm. Çdo mesazh, çdo koordinat dhe çdo udhëtim ishte menduar për të na mbrojtur dhe për të na drejtuar drejt së vërtetës. Në një moment, kuptuam se zbulimi i plot nuk ishte thjesht për të kuptuar të kaluarën, por për të marrë kontrollin mbi të ardhmen. Motra ime dhe unë, pas javësh frike, tensioni dhe planifikimit të hollësishëm, ishim bërë më të fortë, më të kujdesshëm dhe më të vendosur. Çdo hap që bënim tani ishte një hap drejt lirisë dhe drejt kontrollit të jetës sonë. Fundi i udhëtimit na gjeti të fortë dhe të bashkuar. Të fshehtat e familjes ishin zbuluar, lidhjet e nënës ishin të qarta dhe roli i babait ishte shpalosur. Çdo mesazh, çdo koordinat, çdo paralajmërim ishte pjesë e një plani që kërkonte kuraj, zgjuarsi dhe durim maksimal. Motra ime dhe unë e kuptuam se, pavarësisht frikës, humbjeve dhe rreziqeve, kishim arritur të mbijetonim, të kuptonim të vërtetën dhe të merrnim kontrollin mbi jetën tonë. Ky udhëtim, i nisur nga një mesazh në orën 2 të mëngjesit, kishte transformuar 2 fëmijë të frikësuar në individ të fortë, të vendosur dhe të vetëdijshëm. Historia e familjes tonë ishte më ndërlikuar se sa imagjinonim, por tani, me të fshehtat e zbuluara dhe me kuptimin e veprimeve të babait, mund të shihnim të ardhmen me një sy të ri, të lirë, të fuqishëm dhe të vetëdijshëm për çdo hap që do të merrnim.